Fshati qetë me pakicë, po të bjerë fshatit, unë as mund gjesh 2 veta. Nga 400 e kusur që ka qenë fshati persona, sot mund t'jenë 70 e shumë të 80. Vetëm vjene unë ande jetoj vetë, tash i kam ardhur, do ik prapë. Ku jeton? Selanik. Keni ardhur për pushime? Kam marrë për vizë për gruan. Po, për fejsat edhe për një vizë për gruan, se për vete s'kam nevojë. As për dokumenta, as për gjë, se jam i rregull me dokumenta. Sa vite keni që keni emigruar jashtë? Unë kam që në 93. Në 93, do më thënë edhe familjen e keni ande? 3 fëmijë kam, një vajzë kam në Greqi, njerën e kam në Gjermani, djalën e kam me vete në Greqi, në Selanik, kështu që s'kam nevojë për asgjë. Po mirë, ju vjen keq që keni lënë fshatin, vendin ku jeni? Po si nuk më vjen keq. Jam gati të ngjitëm malit të shoh fushën, të zbres poshtë të shoh dhe kodrat e mia, malit se kam punuar të rjetën, 30 e sa vjet kam punuar këtu. E vështirë është. Shumë e Ju vështirë. përse keni ikur? Për arsye ekonomike janë të gjitha, për asgjë tjetër. E për një jetë më të mirë. Këtu ja unë i kam shokët e mi që rinë këtea. Ku kam? S'kam as shokët e mi. Ti bje fshatit, gjithë fshati është bosh, gjitha shtëpit janë bosh. Një shtëpi jetojnë atje, një jeton këtu. Unë kam ardhur pa bëj një muaj. Shtëpia tjetër bosh, shtëpit ande që janë të reja bosh, gjithë fshati është bosh. Nuk ka shtëpi, nuk ka njerëz. Po ke që detyrimisht të vjen. Është një vend ku të ka rënë koka. Mallit merë. Jeta është e vështirë. Sa shpesh vini ju këtu? Gruan e kisha ande tash erdhi bashkë me mua për 5 vjet. 5 vjet pa ardhur. 5 vite. Edhe pse keni kaq afër, se Selaniku është afër? 5 vjet pa ardhur. Po gjithmonë greku i ka ato proceset e letrave të këtyre, procedurat që bën. Të vanojnë gjithmonë. Në këto 5 vite pa ardhur, çfarë gjetet në fshat? Çfarë ndryshimi? Vetëm kjo rrugë ku jemi ne që është shtruar me asfalt. Ka 2 vjet që është shtruar. Kjo rrugë asgjë tjetër. Vetëm shtëpi të rana. Shtëpi të shkatruara, të rrëzuara. Asgjë tjetër nuk ka. Ndryshime nuk u ka. Se po ti shikosh tokat janë gjitha pa mbjell. Nuk mbjell njeri. Nuk mbjell se nuk ka prodhim, nuk marrin ngrurë. Në kohët më përpara merrim 4, 5 e 6 kuintal grurë për hektar, për 2 lymi bie. Ndërsa sot nuk marrim shumë se 150 kg, 1 kuintal e gjys. Edhe nuk i mbjellin toka. Aty është një gjë se aty ngrihesh në mëngjes edhe ikën punë. Këtu në fshat ku jemi ne, të ngrihesh në mëngjes nuk e ku të dalësh. Nuk e ku veta. Aty ngrihesh në mëngjes shkon në punë. Je i destinuar do ikesh në punë për ditë. Ndërsa këtu ja. Këtu edhe të veç nuk paguhesh. Aty të pak të punosh 8 orë në bujësi të punosh, ke me rokamën 50 evra. Këtu punoj roba që si në këto fasorin që punoj, so kam njerëzit e mi që punojnë, këto gratë marri 7.000 lekë, 8.000 lekë në ditë. Nuk të dele sapi. Unë letë punoj 4 ditë në javët, të pak një kam ato 200 evra. Që më del të paguaj edhe që ranë, edhe ushqimin e tëra, jeta është me mirë. Të pishe 2 kafe më tepër, këtu së del. Vështirësi keni hasur jo në Greqi? Në fillim me letrat, po pasaj jo. Pasaj jo. Me kushtet me jetesën jo? Jo, nuk ka problem. Po ti është i rregull me dokumenta, nuk ka problem. Po të merresh me punra të tjera të pisa, pastaj është tjetër e sapaj. Ndërsa ai që shtrohet në punë është destinuar të vetë punë në punë. Aty ka një gjë. Punë e shtëpi. Nuk ka punë e kafene. Nuk dalin kafeneve siç unë e di në Korçish. Janë kafenet plot, njerëzit janë pa punë, ku një sirojnë, se ku i gjen plegën dhe se merren. Ndërsa aty ja. Aty ka ik në punë, nga puna je në shtëpi. Atë kafe i do ta pinj atje merre pije në shtëpi. Në fillim fare kur vajtëm ne dilnim ne, platia si shqiptar që qem. Dilnim atë ulshim 5-6 shok, menim 5-6 bira pinim. Sos gjen një shqiptar që të ri kafeneve. Të rallë, me shoqëri mund të dalin një natë. Po jo të dalin, një herë në javë mund të dalin. Po jo si këtu. Unë kisha çunin me aluminet punovi, 18 vjet punovi në Shqipëri, punovi në Tiranë, me firmë të shkëlqyer. Merrte 1 milion në muaj, kishe rrogën. E detyrova e mora se vononi rrogën, mbas 3 muajve e jepni rrogën. E kështu që s'ke interes. Po këto 3 muaj çfarë do bëj familja? Nëse do vërtetet, ndërsa aty jo, erdhi muaj ke para në bankë, ti dhe lekë në bankë. Ju e keni menduar ndonjëherë të ktheheni në Shqipëri? Po, do kthehem, se unë ndodha tash në pension, edhe gruan pension e kam,
të rije një 7-8 vjeta ndë akoma e do vi që t'ja frymën këtu. Për këte do vi vetëm. Po jo për ndonjë gjë tjetër, që të bëjt diçka asgjë. S'kam përse. E kujt jale? Se fëmijët e mi nga të tre që janë të tre janë me fëmijë. Kush do kthehet nga fëmijët e fëmijëve të mi këtu? Askush. Ata rritën në shkolla dhe shkollojnë, me shoqëria ndë. E këtu që të vinë të marrun niprat sot, të sjell këtu apo mbesat, nuk njohin njeri. Ku do ven? Kjo është gabim. Kjo është gabimi i madh që është bërë me vendin tonë, me Karallekun që u soll. Janë ndjekur politikat e atilla.